إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëltyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do t'ju përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën dhënia e gjesendeve për shfrytëzim. Vëllezër të dashur, nga veprat jashtëzakonisht të preferuara, të shpërblyera nga ana e Allahut të lartësuar, është edhe dhënia, dhurimi i gjesendeve për shfrytëzim e pastaj kthimi i tyre. Sikurse është vetura, mjetet e punës dhe gjëra tjera të ndryshme. Diçka e tillë është jashtëzakonisht e dashur dhe e shpërblyer te Allahu i lartësuar. Dëshmi për këtë kemi hadithi pejgamberit alayhis salam ku thot: "Ala rajulun yamnahu ahla baytin naqa." A nuk ka një njeri që t'i dhuroj një familjeje një deve, të gëdu bi gadain wa të ruhu bi asha, shkon me mëngjes, pra kur shkon e kanë mëngjesin e familje, dhe kthehet me dark, pra kur kthehet përsëri e mbjelin edhe kanë dark. Inna ajraha la azim. Shifni? Inna ajraha, vërtet shpërblimi i dhurimit të gjesendeve, i shfrytëzojnë dhe kthehen tek ty le azim. Nuk thot pejgamberi sa azim, shpërblimi është shumë i madh, po plus e përforcon me çket lejen. Në gjuhën arabe thot leja përforcuese. Thot le azim, o musliman, veproje diçka të tillë, se vërtet shumë bre ka me shpërbli Allahu nëse i dhuron ato sende për shfrytëzim edhe i kthen përsëri tek ty. Pra vërtet, hadithi na bën të qartë se muslimani duhet të jetë pjesë e karakterit të tij, që ai duhet që u jep të tjerëve gjesendet për të shfrytzuar, dhe se diçka e tillë është jashtëzakonisht e lavdëruar te Allahu i lartësuar. Mirë po, diçka shumë e rëndësishme në këtë çështje është edhe ajo se muslimani duhet gjesendet që i duhen atij, edhe kjo është e rëndësishme, gjesendet që i duhen atij, dhe ka mundësi t'i siguroj ai vet, duhet t'i blej edhe t'i siguroj ai vet, e jo të bëhet lipës. Po kjo për të kënd vlen për atë i cili nuk ka mundësi të siguroj mjete, është i nevojshëm, ne do të jemi të parët të cilët i dhurojmë atij gjesendet për t'i shfrytzuar. Kjo çështje është aq e rëndësishme, dhurimi i gjesendeve të vogla, domethënë për shfrytëzim dhe kthimi i tyre, saqë edhe vet Allahu mbi 7 ka qiej ka shpallur Kur'an për këtë çështje. Pra për dhurimin e gjesendeve për të shfrytzuar tjetër dhe pastaj kthimin e tyre. Çfarë thot Allahu? Wa yamna'una al-ma'un. Mirë për çfarë? Për ata të cilët nuk e japin ma'un. Çfarë është ma'un? Janë gjesendet e vogla që janë personale për t'i shfrytzuar. E fakti që Allahu, o vëllezër të dashur, na ka thënë
mirë për atë i cili nuk i jep gjesendet për t'i shfrytzu dhe pastaj i kthen. Pra, padyshim që kjo është një vepër e urrirë të Allahu i lartësuar. Bile, pra është kërcënim me mjerim edhe në dunja edhe në ahiret. Mirë po ashtu, është jashtëzakonisht edhe një çështje shumë e rëndësishme. Për personin i cili tashmë u kuptuam është i nevojshëm për atë material, për atë gjesend, për atë mjet, dhe nuk ka mundësi të siguroj, nëse i jepet ajo për shfrytëzim, duhet të bëj kujdes të ruaj atë gjesend, mos ta dëmton edhe mos ta keq përdor, po thjesht kryen punë e kthen bile të pastruar, të rregulluar, edhe më mirë se sa që e mori nga muslimani i cili ja dhuroi. Lusë Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, na bëj neve ja Allah. Bëri fëmijët tonë, o Zot, bëri mbar besimtarët zemër gjerë që e praktikojnë këtë cilësi, japin gjesendet e tyre për shfrytëzim. Po na bëj edhe nga ata të cilët kur i marrim, i shfrytëzojmë siç duhet dhe nuk i keqpërdorim ato. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim.